Prandaj, ne jemi umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne mundohemi të ruajmë moralin, ky është nderi, dhe ne ruajmë atë si sytë e ballit, qoftë nona, motra, bia, nusja, hala, tete, qoftë edhe komshia. Nuk do të lejojmë ashtu. Do të punojmë kundër kësaj dukurie, e cila bën shkatrim në mesin e popullit tonë. Prandaj, ne jemi umeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, pas vdekjes së Resulullahut e vazhduan këtë thirrje në moral dhe në nder, që të ruhet morali dhe nderi. Prandaj thot sahabi Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, e transmeton Imam Ahmedi dhe të tjerë thot روى أحمد عن غيره حديث اختصاص عن أبي بكر أنه خاطب الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. Çfarë nga Ebu Bekri radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, e mbajtemi ligjërat pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe lexoj ajetin e Kur'an ku thot Allahu xhalla shanuhu, o ju që besuat, ruani veten tuaj. Ai që ka humbur nuk ju dëmton juve pasi që ju jeni në rrugë të drejtë. Allahu i din të gjitha dhe kthimi i të gjithë juve është tek Allahu, ai ju mjofton për atë që vepruat. Pastaj Abu Bekri tha: Ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-aya wa tad'unaha fi ghayri mawadi'iha wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, që do të thotë njerëz, ju po i lexoni këto ajete, por po i veni në vendin ku nuk e ka. Prandaj e kanë dëgjuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam duke treguar slikimin e këtij ajeti, që do thotë, nëse ti kuptu ti kështu këtë ajet, që ti nëse je besimtar, ty nuk bëhet dëm. Ata që e bëjnë këtë dëmi, ata dëmton, dhe se Allahu juve do t'ju merë në llogari. Tha Abu Bekri, unë e kam dëgjuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke shpjegu këtë, ku tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna an-nasa idha ra'aw munkar falan yughayyiruhu yushiku an yu'ammahumullahu bi'adabihi. Që do thotë, vërtet njerëzit nëse shohin një të keqe dhe nuk e ndryshojnë, i duket normal, Allahu xhalla shanu do t'i verbëroj ata që e shohin dhe nuk flasin për atë keqe, duke mos e pa të vërtetën me ata. A di sa është rrezik për ty, për imanin, për besimin, për islamin tënd? Nëse ti e sheh një të keqe, dhe ty duket normal, s'ka vajne. Kjo do të thotë se Allahu zemrën ju ka bërë të verbëra. Ti i shofish me sy, por me zemrën nuk ndjen. Allahu na ruaj. Mund të ndodhë në familjen tënde, mund të ndodhë me vajzën, me motrën tënde, me gruan tënde. Prandaj të kesh kujdes e të kesh kujdes. Nëse kjo ty nuk duket e keqe, dije se Allahu xhaleshanu të ka dënuar me kësimi lloj lufte.